nuk pja di synimet sakt lëvizjes së vendosje, po më ne i di, po s'du me spekulu. Jo spekulu, nështë Jo, se spekul, du me thonë, ajo Republika e tretë mund të bëhet vetëm që se Republika e dytë nuk funksionon. Pra një lloj republike do me thonë tretë, po do të me dëshmu që e dyta s'funksionon. E ta bëjmë luk sa ma shumë dytën që me mujtë me dalë. Te treta. Te treta, po në këtë rast une mund ta kritikoj lëvizjen vendose, kritikoj edhe opozitën, për shkak se menoj që mas pari nuk e kanë tregu, në që se po na tregojnë që situata është shumë e rëndë, shumë e keqe, atëherë mos me ndodh një takim publik, ku thot Lumiri, jam taku me Memlin dhe me Ramush Haradinën, veç mund me diskutu se s'bëhet nomi, koalicioni nuk bëhet për një takimi. Veç mund me thonë, po ja bojmë për qitë punë, sepse situata është kritike. Që se Ramush Haradina i thot fjallë shumë të ronda për Albin Kurdin. Lumer Abdigjiku thot kur dhe asë njëherë. Memli Krasniqi thot që s'bëhet kur gjopën që se takoni apo tutën qatë shumë, që dikush pjo thot që u bënat ju bashko petë dëmon, unë e kuptoj që pa vota së në fitan, e së në bën ndryshim. Por këta tut pak, e tash ma shumë, kanë rënë diskurs komplet, kjo është komplet diskursi i lëvizjes vendose. Se këto e quaj fitus absolut Albin Kurdin, që ka arrit me imponu. Dhe edhe i kohës për këtë punë, këta do të shmi asgap dorën se ka imponu agendën e vetë, edhe krejtë rreth agendës vetë, sa që edhe narrativën kur dikush flet, se këta po menojnë që se na buëm bashkë, këta kanë me thonë që u bënën këta kejtë hajnat bashkë, për me qashtu është po menoj që e shuajnë. Edhe ma ne i tutën që ati diskursi ku fejkosë panit, që me thonë pra, kur t'ja përmen Lumirit, për dhe kënë diqysh ikë ma shumë se sa pe koalicionit me lëvizjen vendosje, unë që po shkojmë në zgjedhjet e reja. Çka sjellin zgjedhjet? Po jo, zgjedhjet e reja janë anglisht i thojmë fallback position, nuk ka që sjellin diçka të re. Por këto opsione tjera kanë afat kohor. Pra, s'mun është ti me vazhdu pa përfundim me thonë, unë s'pe bëj qeverin, ti s'pe bën qeverin. Pra, ato këtë na çojnë të opsioni zgjedhjeve, i cili është opsion ligjor. Po.